Zoti Beci, çfarë ndodh tani me zgjedhjet e datës 9 nëntor? Po flas për Tiranën, se zgjedhjet e tjera normalisht mund të zhvillohen. A mund të themi që ato janë anulluar përfundimisht? A ka mundësi për shembull që kushtetuesja të rrezojë kërkesën e Veliajt në 31 tetor dhe zgjedhjet të mbahen në 9 nëntor, apo do të duhet dekret i ri? Brenda pyetjes tuaj janë disa pyetje. Atëherë merrim me radhë. I marrim me radhë. Çështja e parë. Gjykata kushtetuese, duke parë që organet ligjzbatuese dhe institucionet shtetërore shqiptare nuk ja fërshëllyen, se nuk kam fjalë tjetër të them, në 115 të kushtetutës, duke ju referuar dhe kërkesës personale të individit Erion Veliaj, ka vendosur që të pezulloj dekretin e presidentit në mënyrë të pjeshme përsa i përket zgjedhjeve vendore në Tiranë. Pezullimi i jep përgjigje dhe asaj pyetjes që ju thoni. Gjykata kushtetuese nuk ka anulluar zgjedhjet, ka pezulluar dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve të pjeshme në Tiranë dhe thot me pezullim në koncept të ligjit, në 45 të ligjit, të mbi funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe të konceptit të pezullimit, ky pezullim do t'jetë në fuqi derisa gjykata kushtetuese të shprehet për themelin e çështjes, që në rastin konkret themeli i çështjes është ankimi i zotit Veliaj, është bërë apo jo i drejtë shkarkimi i tij. Në rast se gjykata kushtetuese merr vendim si për t'i dhënë të drejtë shkarkimit, si për mos i dhënë të drejtë shkarkimit të zotit Veliaj, menjëherë automatikisht dekreti çpezullohet, po themi humbet fuqinë pezulluese. Domethënë, kjo është një lloj sigurim pa dije. Pezullimi që është bërë derisa të zhvillohet gjykimi në themel i çështjes së zotit Veliaj. Për këtë arsye nuk kemi të bëjmë anullim, por kemi të bëjmë me një pezullim të dekretit. Përsa i përket pyetjes që ju bëni, a do bëhen zgjedhjet në Tiranë, kjo është një përgjigje më shumë politike se sa juridike. Juridike e them me gojën plot, në Tiranë në datë 9 nëntor nuk mund të bëhen zgjedhje, si nga pikpamja teorike dhe nga pikpamja praktike. Edhe sikur seanca 31 tetorit të parashikohet të zhvillohet në kushtet e një shpejtësie maksimale gjykimi, minimalisht do duhen dhe deri në 30 ditë që gjykata kushtetuese t'ia vendimin. Ç'nën kuptoj me këtë? Në rast se në 31 tetor paraqiten të gjitha palët, si pala kërkuese, pala interesuar, palët e treta, që në rastin konkret mund të jetë Këshilli i Ministrave, Këshilli Bashkiak, palët e paditur direkt, po themi është presidenti i Republikës, se bëhet fjalë për dekretin. Pastaj kemi një palë direkte që është Këshilli i Ministrave që ka marrë shkarkimin. Domethënë janë shumë palë që duhet paraqiten në datë 31 tetor, duhet japin parashtrimet e tyre, duhet bëhet një debat i mirëfillt gjyqësor, dhe edhe sikur ta mendojmë që do rrin tër natën ta bëjmë debatin gjyqësor, po të tërhiqem për vendim, ligji ju njeh të drejtë të japin vendim brenda 30 ditëve, a japin të nesërmen, a japin ditën e 30, janë brenda ligjit. Pra teorikisht dhe praktikisht në 9 nëntor zgjedhjet nga ana juridike nuk bëhen. Nga ana politike, po të shikoni historinë e dekretit të... Në ana politike mund të quash dhe të bëra, pse? Ja, më fal. Kemi precedent në Shqipëri që gjykata kushtetuese nuk ka lidhje me dekretet. Kemi një anullim të brendshëm të dekretit presidentit Republikës në 2020, mos gaboj, për zgjedhjet në Shqipëri, dhe ky dekret nuk u mor për bazë nga KQZ-ja dhe nga qeveria dhe zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë. Nuk u bën duhet par viti dhe ka ndodhur eksakt deri tani ka ndodhur eksakt çfarë avokati Besik Muçe paraqiti te unë disa emisione rresht. Më kupton? Ton paraqita në një gjë tjetër? Të njëjtën gjë pra, po çishte ti ato 3 herë dhe është eksakt gjë. Eksakt kemi qenë këtu në këtë studio kur të kam thënë dekreti ka 2 forma të cilat duhet të goditen. Po ti je më afër emisionit e kështu dhe por ai foli 3 herë në lidhje dhe tha të njëjtën gjë dhe ishte ky përfundimi. Po sepse këtë ka ligji, s'kemi çfarë themi tjetër. Ka ligji dhe prandaj dohet thosha që pikpamje politike nuk e di a zhvillohen zgjedhjet apo jo, se mund çohet KQZ-ja, mund çohet dhe qeveria dhe thotë jo do i bëj zgjedhjet. Atëherë pyetja që lind është vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin, cila polici gjyqësore do ekzekutoj, se çdo vendim të gjykatave tjera ne dimë që ekzekuton policia. Po nëse zoti edhe një pyetje tjetër që është interesante, besoj unë për mua që nuk kuptoj mirë nga punët e ligjit, po nëse kushtetuesja i jep të drejtë Veliajt. Mlidhet tani i jep të drejtë Veliajt, çfarë ndodh? Bëhet procedurë reshkarkimja
Këto janë me sikur. Po sikur të ndodhë, mos e... Kemi një praktik gjyqësore, praktik të gjykatës kushtetuese, ku janë 4 vendime të gjykatës kushtetuese, ku ajo i referohet procesit të rregullt ligjor. Në rast se do të bëjmë orakullin ligjor, duhet shpjegojmë që procesi i rregullt ligjor në rastin konkret nuk është zbatuar, nuk është dëgjuar personi. Në rast se gjykata kushtetuese do i quajë procesin e parregullt ligjor, mund ta kthejë atë si procedurë, të fillojë procedura nga e para, thot, në Këshillin Bashkiak ose në Këshillin e Ministrave, duke korrigjuar dëmin që i është bërë individit që s'është dëgjuar. Domethënë procesi mund të kthehet, por nuk detyron politikisht të thotë që ti s'do e shkarkosh këtë. Ajo do shikoj gabimet dhe vërtetjet që janë përsa i përket procesit dhe mund ta rikthej. Dhe procesi të ribëhet nga e para. Rivlerëso dhe këtë situatë gjykata kushtetuese dhe pastaj vendos do e shkarkosh apo jo. Është prap diskrecion i Këshillit Ministrave, ka apo s'ka propozim Këshilli Bashkiak nuk ka rëndësi, por ky është diskrecion i Këshillit Ministrave në fund të... Maksimumi gjykata kushtetuese do e kthejë se do thotë shkarkimi është i padrejtë se nuk është dëgjuar personi. Zgjedhjet ishin në 2019. Zgjedhjet vendore. Zgjedhjet vendore, po. Dekreti ka qenë 11/10/2019, ku Presidenti i Republikës anulloi zgjedhjet dhe i shtyu për ndat 13 tetor, por ato bën në 30 qershor. Kështu që kemi edhe raste që dekretet... Unë shpresoj që zgjedhjet të jenë konform rregullave ligjore, shpresoj që institucionet zbatuese mos lejojnë vjedhje. Që sot Arlindi një analogi. Dhe që mos ketë vjedhje, duhet ketë sa më shumë votime. Një analogji me pavarësinë e supozuar të kandidatit të PD-s. Në vitin 2000 janë bërë zgjedhjet lokale në Shqipëri dhe formalisht Edi Rama është pallur si kandidat i pavarur. Pra ka hyrë në zgjedhje si kandidat i pavarur me mbështetjen e Partisë Socialiste. Kështu që është e njëjta skemë që këta tashmë kanë kopjuar nga Rama, që thonë që ka një kandidat pavarur, por në fakt është kandidati në radh parë i Sali Berishës, që do të thotë fushatën do e bëjnë njerëz e Sali Berishës, do përfitojnë nga mediat e Sali Berishës, do përfitojnë nga financimet që vijnë nga partia e Sali Berishës, për pasojë nuk është kandidati pavarur nga Berisha dhe sa kohë Berisha është në shërbim të oligarkëve, nuk është as i pavarur nga oligarkët. Gjithsesi, pyetja që shtrove ti është që tashmë ne kemi një koalicion të ri partish. Po ndodh një koalicion të ri partish që është përtej Tiranës. Sepse është e njëjta skemë që po zbatohet në të gjitha bashkitë e tjera. Ky rast apo duhet të jetë shumë toti. Unë po dëgjoj që po eksperimentohet si logjik edhe në bashkitë e tjera. Pra kanë filluar dhe aty Berisha do të futemi me të pavarur, këta të tjerë thonë do të shkojnë nga mbrapa, që praktikisht kjo është shpallja e një koalicioni të ri, ku Sali Berishës janë bashkuar të gjitha partitë e reja përveç Lëvizjes Bashk. Dakor? Por këta kanë turp ta thonë tani. Këta kanë turp ta shpallin tani direkt koalicioni, sepse këto kryetarët e partive të reja besoj kanë frikën se ata që i kanë votuar deri dje, sot ndjejnë erën e tradhtisë. Dhe përpiqen të thonë që jo nuk është koalicion, jo po do ndodhi pastaj.